Mbi 27.000 maturant në të gjitha shkollat e mesme të vendit ju nënshtruan provimit të maturës për gjuhën e huaj. Provimi nisi në orën 10 dhe zgjati deri në orën 12:30. Vetëm pak minuta pasi kishte nisur provimi i gjuhës së huaj, në rrjetet sociale filluan të qarkullojnë pjesë nga teza e gjuhës angleze. Vetëm pak pas publikimit të tezave të anglishtes, në rrjet është publikuar edhe varianti i tezës së frëngjishtes, një tjetër provim alternativ që zhvillohet paralelisht me anglishten në disa shkolla të vendit. Tezat që duhet të mbeten konfidenciale deri në përfundim të testit janë shpërndarë në rrjet rreth 30 minuta pas nisjes së provimit. Kjo është një shkelje e rëndë e rregullore së maturës shtetërore dhe hedh hije dyshimi mbi mënyrën e administrimit dhe sigurisë së provimeve. Por teksa tezat publikoheshin gjerësisht në rrjet, duke nënkuptuar dhe faktin se ato kanë dalë nga klasat ku zhvillohej provimi, Ministria e Arsimit reagoi duke u shprehur se kjo nuk përbën asnjë problem për procesin e maturës. Akti i shëmtuar i fotografimit dhe publikimit të tezës së provimit të maturës së lëndës gjuhë huaj, pasi ka nisur provimi, nuk ndikon as pak në proces dhe nuk mund të hedh poshtë punën e palodhur të mirë e mësuesve, administratorëve dhe punojësve të strukturave arsimore në të gjithë vendin, që kanë punuar prej muajsh me përkushtim për mbarvajtjen e këtij procesi. Pas gjuhës së huaj, maturantët do t'i drejtohen sërish bankave të shkollës për të testuar njohuritë e tyre edhe në provimet e tjera, të letërsisë, matematikës dhe të lëndës me zgjedhje.